Mirëmëngjes. Në vazhdimsi të serialit ton Varësit, ditën e sotshme do të vazhdojmë me intervistën e radhës. Do të kemi të ftuar në institucion një personazh dhe një profesioniste ku do të flasim për varësinë nga ushqimi, varësinë nga pijet energjike dhe varësinë nga pijet me gaz. Ju rikujtoj që të gjitha intervistat e serialit Varësit mund t'i gjeni në kanalin dhe bibliotekën tonë zyrtare në YouTube. Do të futeni në playlistën Varësit dhe keni të gjitha intervistat ku kemi prekur tema nga më të ndryshmet. Kemi prekur tema, kemi thyer tabu dhe do të vazhdojmë me një seri intervistash të tjera me profesionistë të fushave të ndryshme. Ju rikujtoj që duke filluar nga data 1 shtator do të vazhdojmë zyrtarisht me sezonin e ri akademik. Me sezonin e ri akademik dhe do të vazhdojnë regjistrimet për të gjitha kurset, ciklet dhe programet tona të studimit. Vazhdojmë me regjistrimet për ciklin qerdhe, kopsh, parashkollor, programin e studimit passhkollor, kurset profesionale, gjuhë të huaja, informatik, arte, sporte, arktim e tjerë. Jemi Time Center, jemi krau juaj, jemi ëndra më e bukur. Ju rikujtoj që vazhdojmë me kampin veror deri në datën 31 gusht dhe do të kemi shumë surpriza. Seriali Varësit. Seriali Varësit është krijuar për t'i ardhur në ndihmë të gjithë prindërve dhe të gjithë nxënësve, për të prekur tema dhe mbi të gjitha për të bërë atë që ne kemi virtytshmëri, të themi me zë ato gjëra që mendohen dhe thuhen në zë, sepse fjala dhe zëri jon sot mund ndihmoj dikë tjetër nesër. Të mësosh kur nuk është vonë. Jemi Time Center.